Përshëndetje, sot do të përgatisim një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë me mollë, një tortë molle të bërë në shtëpi. Na duhen 4 kokra ves, një gotë sheqer, një gjysmë gotë vaj, një gotë plot me kosin e lufrës, pasi jep një shije dhe ka dhe vlera ushqyese, është plot me probiotik. Mëtej, pasi rajmë të gjithë së bashku, do të shtojmë edhe mielin. Na duhen rreth 220 gram ose pak më shumë dhe një paket në plur fryrës. I përziejmë të gjitha së bashku. Edhe mëtej mund të shtoni edhe kanellë sipas dëshirës kjo. E ndërkohë në tavën e kekut ton do të hedhim pak gjalp, e lyejm pak me gjalp, i vendosim fetat e mollës të prerë në mes, pra i heqim mesin atyre, i vendosim pak arra aty në vendin bosh dhe mbi to do të hedhim përbërjen që kemi përgatitur, brumin e kekut. Kështu siç është, do ta pjekim në furrë të parangrohur me 180 gradë për rreth 40 minuta. Provojeni dhe na shkruani. A e keni përgatitur dhe ju ndonjëherë një kek apo një tortë të tillë me mollë? Lini komentin tuaj më poshtë dhe faleminderit që na ndiqni. Nuk ja u tregojmë dot aromën, por shija ishte fantastike. Provojeni dhe na shkruani.